njëri që është i keq, mu baj tjetëri i keq, dytë misin gjithë keq. A bo njën një mirë, a i gjithë më konë keq, a i që është i keq, a i menon që thëtej, ka dhe që për me, kjo ka i mirë, nuk ka i keq. Po mirë më, po si bën dhe Zoti kështu ma sigur ka pjellë nëse lala, shkoj sa i qënje e shëmtuar, shkoj që Surrati është e ka pikturuar imoralitetin, poshtërsi ata personazhet e filmave me spiun, personazhet e urryer të letërsisë botërore që janë para flasin. Në fillim unë dua të jem e sinqertë, në fillim kam qenë skeptike për marrëdhënien e tyre, sepse më shdukur pak jo strategji, por pak një opsion që të dy e kanë parë për të tërhequr një lloj vëmendje dhe u nxituan. Pse them u nxituan? Sepse Adioni kishte këto ide të paqarta, këtë dashurinë jashtë që e përmendte. Unë jam i martuar, jam i zën, kam dashurinë jashtë, po Adion ta kam dëgjuar që e ke thënë, jam djalë i martuar. Kam dëgjuar edhe unë. Ka të drejtë Angel. Dhe s'm ka pëlqyer kur e ka thënë fare. Dhe nga ana tjetër shija një Ola që pavarësisht se nuk e kam asnjë jashtë, nëse kisha pas dikon jashtë nuk isha afru te Ola. Zoti madh. E kam dashuri të vërtet. Dashurinë e vërtet e kam jashtë, po këto për lojë kam dashurinë e vërtet. Në momente ndoshta një sekuencë jam ndje shumë mirë, një sekuencë jam ndje njeriu më kot. Oh, sa weird janë këto të dy, bre, nuk e di. Si ju duket juve historia e Adionit dhe Fabiolës? Unë vazhdoj jam me Fabianin vllajën e saj, domethënë sa më larg Adionit, nuk e di pse s'më pëlqen për Olën. Fakti që në një ambient dikon. Dhe nga ana tjetër vllai është super mirë kuptueshëm sepse ai e shikon nga jashtë, nuk është e ndjen se si ndihesh ti duke qenë aty izoluar. Ky qeka të shporreni që këtu, hiqeni qafe, se ju fulliqi. Zoni të tre, sa reale është kjo lidhje dhe sa fake është kjo lidhje? jo, po ne kishte nda Adin dhe Olën, se nuk i vë dot. A, nuk i vë dot. Domethënë nuk i vë dot. Sa reale është Adi? 5 me mik. Sa reale është Ola? 10. Po. Arbana, këto të dy janë shumë të vendosur. Adi kur ka hyrë ndoshta nuk ka qenë real. Tani është qartazi shumë i prekur nga emocionet dhe nga Armina, pse? Se një mashkull në momentin që fillon pëlqen, thashë të bëjmë leksionin tani çfarë bën një mashkull kur pëlqen një femër. Në momentin që fillon të pëlqej dikë tjetër, nuk e përmend më fare ishin. Në momentin që do të krijojë diçka tjetër, nuk e përmend më fare ishin. Në momentin që vjen vllai, del pak. Kush ka të drejtë? Angel, Armina apo Ermali? Po bë mirë, po s'u bë varja. Se dëgjova kur i tha një moment që po bë kjo gjëja, po s'u bë kjo gjëja. Kur e pëlqen dikuar nga izolimi, është shumë e vështirë. Po jo më Armina sa zemra dhe ndjenja s'ka lidhje me izolimin. Nesin ata presin orën 5. Ej zoti mos. Ti mendon për çdo detaj, ata mendojnë si kur do ikish në shtëpi. Ti mban peshën, ata marrin rrokën. Edhe pastaj vjen ai momenti më i keq. I mësove çdo gjë dhe tani të thonë ose